Dashi. Sot nuk do I keni idetë shumë të qarta dhe do ju duhet të bëni më shumë përpjekje për të ruajtur qëndrueshmërinë. Nëse keni bërë gabime dhe tashme I keni kuptuar, kërkoni sa më parë falje. Ju të dashuruarit flisni drejt për drejt me partnerin nëse doni t'i tejqoni mesazhe, jo të përdorni miqt apo telefonat. Kujdes duhet të bëni edhe me xhelozinë e pajustifikuar. Nëse jeni beqar nuk do arrini të merrni ftesa dhe vetë nuk do keni qejf të joshni. Në punë do vazhdoni të bëni gabime dhe nuk do I pranoni. Kjo mënyrë sjelljeje do I ndërlikojë gjërat akoma më shumë. Buxheti nuk do jetë I qëndrueshëm, kështu që prisni edhe pak për të bler atë që doni. Shëndeti, energjia fizike do jetë mesatare. Mund të ndiheni të shpërqendruar, ndaj shmangni lodhjet e panevojshme dhe kini kujdes me stresin. Një ecje e qetë gjatë pasdites do ju bëjë mirë. Këshilla e ditës, reflektoni para se të reagoni. Ndonjëherë qetësia është përgjigjja më e fortë. Demi. Sot do bëni ndryshime të njëpasnjëshme dhe do ndiheni shumë më të qetë nga më parë. Nëse keni një lidhje mund të vendoni edhe të ndaheni përfundimisht nëse keni pasur probleme shumë të mëdha. Sado e dhimbshme që të jetë, do ndiheni më mirë. Ju beqarët nuk do keni shumë besim tek personat që do ju joshin dhe as keni për të hedhur hapa. Me miqt keni për t'ia kaluar për mrekulli. Në punë do ju kërkohet të jepni maksimumin dhe do lodheni shumë. Tregohuni të vëmendshëm dhe mos lejoni padrejtësi. Gjendja financiare nuk do jetë e shkëlqyer, por për fat të mirë, fal për kujdesit që keni treguar së fundi, situata do mbetet e stabilizuar. Shëndeti, organizmi juaj sot do reagojë më mirë se ditët e fundit, por mos e teproni me lodhjen. Pushoni më shumë dhe kujdesuni për ushqimin. Këshilla e ditës, mos e shtyni një vendim të rëndësishëm vetëm nga frika e ndryshimeve. Binjakët. Gjatë kësaj dite do I përkushtoheni jetës sentimentale dhe do bëni disa zgjedhje që mund t'ju ndryshojnë jetën. Për çdo paqartësi flisni hapur me atë që keni në krah dhe mos mendoni asnjëherë se ju jeni mbi të. Të meta keni të dyja palët, por lum ata që janë të ndërgjegjshëm për këtë gjë. Ju beqarët nuk do dini as vetë se çfarë doni të bëni dhe nuk keni për të hedhur hapa. Në punë do bëni mirë ta pranoni një propozim që do ju bëhet sepse keni për të përfituar më shumë nga sa e keni menduar. Nesër mundet edhe të rini këmbë mbi këmbë, pa u lodhur e duke fituar para. Financat tani për tani nuk do jenë në gjendjen më të mirë të mundshme. Shëndeti, stresi emocional mund t'ju lodhë më shumë se zakonisht. Kujdes me sistemin nervor dhe shmangni debatet e kota. Këshilla e ditës, mos mendoni tepër, disa mundësi duhen kapur në moment. Gaforja. Do jeni plot energji, besim, dinamizëm dhe kurajë sot. Çdo qëllim që do I vini vetes keni për ta arritur. Nëse jeni në një lidhje, edhe sikur të keni shumë kohë bashkë, keni për ta kaluar një ditë vërtet të veçantë sot. Në çdo moment do bëni surpriza dhe do ndiheni për mrekulli. Ju beqarët nuk duhet të nxitoheni edhe sikur dikush t'ju pëlqejë tej mase, sepse nesër kanë për të pasur ditë të ndërlikuara. Nëse në punë kohët e fundit keni pasur ndërlikime, sot gjithçka do jetë më e qartë dhe do hidhni hapa më të sigurta drejt suksesit. Buxheti do jetë aq I mirë sa që mund të blini çdo gjë që do dëshironi. Shëndeti, forma fizike do jetë shumë e mirë. Vetëm mos e teproni me aktivitetet fizike nëse nuk jeni mësuar. Këshilla e ditës, përfitoni nga energjia e sotme për të zgjidhur çështjet që keni lënë pezull. Luani. Mëngjesi nuk do filloj shumë mirë sot, por me kalimin e orëve do ndërgjegjësoheni dhe do I ndreqni gabimet e bëra. Nëse keni një lidhje dhe e keni mërzitur pa të drejtë partnerin, do gjeni mënyra të veçanta për t'i kërkuar falje sa më parë. Mbase me fjalët nuk do jeni të mirë, ama me gjestet po. Ju beqarët nuk do e harroni dot një person që keni parë ditët e fundit dhe do kërkoni kudo për të. Në fakt, për të thënë të vërtetën, mundësitë për ta gjetur nuk do jenë shumë të mëdha. Në punë, në shumë momente do jeni të shpërqendruar, megjithatë deri në mbrëmje do dini si të vendosni gjithçka në vijë. Gjendja e financave do mbetet e trazuar. Shëndeti, sot mund të ndiheni të lodhur mendërisht.
Merrni disa momente qetësie dhe mos e teproni me angazhimet. Këshilla e ditës: gabimet ndreqen me vepra, jo me justifikime. Virgjëresha. Do zgjoheni gjithë pozitivizëm sot dhe do mendoni t'i bëni gjërat ashtu si t'ju vi. Nëse keni një lidhje do bini dakord me partnerin për ta marrë jetën me qetësi dhe nuk do nxitoheni për asgjë. Do duroni edhe ndonjë ndryshim humori të atij që keni në krah dhe do hapni rrugë. Ju beqarët duhet të mendoni më shumë për të ardhmen dhe pse jo të pranoni edhe disa ftesa që ju janë bërë për njohje. Askush nuk do ju detyroj për asgjë, prandaj nuk keni çfarë të humbisni. Në punë do keni shumë bashkëpunëtor dhe arritjet do jenë më të mëdha nga sa e kishit imagjinuar. Financat nuk do kenë përmirësime, por të paktën do merrni masa që të mbeten të stabilizuara. Shëndeti, do jeni të qetë dhe me humor të mirë. Kujdesuni vetëm të mos e lini trupin pa pushim, sepse lodhja mund të dalë pa pritur. Këshilla e ditës: qetësia dhe durimi sot janë çelësat e suksesit tuaj. Peshorja. Hëna do ju bëjë nostalgjik gjatë kësaj dite dhe nuk do arrini të realizoni të gjitha projektet që keni menduar. Nëse jeni në një lidhje nuk do e organizoni si duhet ditën dhe në disa momente do e lini pa dorë partnerin. Ju beqarët ka rrezik të bëni disa gabime të cilat do kenë pasoja për të ardhmen dhe do ju lëndojnë mjaft. Në punë çdo detyrë do ju duket e vështirë dhe mezi do avanconi. Në disa momente do harxhoni kohë kocë koti duke u marrë me gjëra pa vlerë. Gjendja e financave do mbetet e mirë, por kjo nuk do të thotë që ju të përfitoni për të shpenzuar shumë. Shëndeti, do jeni pak më të lodhur psikologjikisht dhe nostalgjia mund t'ju ulë energjinë. Kujdesuni për gjumin dhe shmangni mendimet e tepërta. Këshilla e ditës: mos e ndani veten nga të tjerët. Një bisedë e qetë me dikë që ju kupton do ju bëjë mirë. Akrepi. Mos u ndikoni as pak nga të tjerët gjatë kësaj dite dhe merrni vendimet që mendoni se janë të duhurat. Nëse keni një lidhje duhet të bëni pak më shumë përpjekje për të shmangur debatet. Përdoreni humorin që keni për të ndryshuar edhe ndonjë situatë të vështirë. Po e kaluat këtë ditë si duhet, e ardhmja do jetë edhe më e mirë. Ju beqarët nuk duhet kurse si të bëni atë që do ju sugjerojnë miqt. Po shkatëruar një lidhje, nesër ka për t'ju ardhur edhe juve radha. Në punë ndryshoni disa gjëra që nuk ju pëlqejnë dhe flisni me shefat edhe për ndonjë kërkesë që keni. Kur të shpenzoni bëni llogari dhe mos e teproni. Shëndeti, mund të ndjeni pak tension të brendshëm për shkak të vendimeve që duhet të merrni. Ushqihuni më lehtë dhe shmangni situatat konfliktuale. Këshilla e ditës: bëni atë që ndjeni, jo atë që ju thonë të tjerët. Sot instinkti juaj është udhërrëfyesi më i mirë. Shigjetari. Do keni zemër shumë të madhe gjatë kësaj dite dhe do falni pa pushim. Nga ana tjetër do ju vini kapak edhe problemeve që keni pasur me të afërmin. Nëse jeni në një lidhje, partneri nuk do ju besoj veshëve për ato që do i shprehni. Do dini si ta mbani atë pranë dhe ta dashuroni pa dorashka. Në orët e pasdites edhe ai do mendoj t'ju surprizoj. Ju beqarët nuk duhet të refuzoni asnjë ftesë sepse keni për të humbur mundësitë më të mira në jetë. Në punë do vijeni shpesh në dyshim midis arritjes së qëllimit dhe mosbrengosjes së disa kolegëve të dashur. Mendohuni mirë para se të veproni në mënyrë që të mos bëni gabime. Shpenzimet duhen kufizuar sa më shumë. Shëndeti, energjia do jetë e mirë, por emocionet mund t'ju lodhin pak. Ruani ekuilibrin dhe mos u nisni me vrull në çdo situatë. Këshilla e ditës: hapuni ndaj mundësive të reja. Ndonjëherë një ftesë e vogël sjell një ndryshim të madh. Britsjapi. Kjo ditë do jetë goxha më pozitive dhe do ndiheni më të lirshëm për të shprehur ndjenjat. Nëse jeni në një lidhje do ndiheni gati të merrni disa vendime të mëdha që do ua bëjnë ditët në vijim edhe më të bukura. Çastet intime do shumë fishohen dhe fjalët e ëmbla gjithashtu. Ju beqarve do ju jepen mundësi për të filluar lidhje mjaft romaneske. Në punë do jeni të saktë dhe shumë serioz. Do keni arritje dhe do merrni pafund përgëzime në çfarëdo lloj fushë që të veproni.
Buxheti do vazhdoj të mbetet ende delikat, kështu që duhet të mos rrisni në asnjë mënyrë shpenzimet. Shëndeti, gjendja fizike dhe emocionale do jetë stabile. Kujdesuni vetëm të mos e lodhni shumë trupin me orare të zgjatura. Këshilla e ditës, ndiqni zemrën, por mos lini me një përgjegjësi. Sot balanca është qelësi. Ujori. Sot gjërat do ju ecin aq mirë sa që nuk do doni që dita të mbaroj. Mërkuri do ndikojë mjaft pozitivisht tek jeta juaj në çift dhe do ju afrojë më tepër me atë që keni në krah. Ndjenjat do i shprehni me mënyra nga më të ndryshme. Ju beqarët do vazhdoni të joshin këdo që do ju dalë përpara dhe kjo mund t'ju çojë edhe në rrugë të gabuar që do dëmtojnë të ardhmen. Në punë duhet të mbroni çdo mendim që do keni, edhe sikur të gjithë t'i keni kundër. Në fund të fundit do keni të drejtë në ato që do thoni. Në planin financiar, disa fatura të papaguara prej kohësh mund t'ju sjellin disa probleme të vogla. Shëndeti, do ndiheni mirë fizikisht, por joshjet dhe vrulli mund t'ju lodhin mendërisht. Ndani pak kohë për qetësi. Këshilla e ditës, mos u nxitoni pas çdo aventure apo ideje. Zgjidhni vetëm atë që ndjeni vërtet. Peshqit. Ardhja e personave të rinj në jetën tuaj do ju bëjë të ndiheni edhe më mirë sot. Do ndodhin gjëra vërtet interesante. Ditë shumë e mirë ka për të qenë kjo e sotmja për ju të dashuruarit. Edhe pa folur shumë do merreni vesh me atë që keni në krah. Ju beqarët do preferoni të keni thjesht flirte me disa persona dhe asgjë më shumë se sa kaq. Në punë gjithashtu do keni ndryshime shumë pozitive. Do arrini çdo qëllim në çdo fushë ku do operoni. Gjithsesi ekonomistët dhe mësuesit do jenë më të privilegjuarit. Shpenzimet që do kryeni bëjini gjithmonë me llogari dhe duke i shkruar, pasi ashtu do jeni më të ndërgjegjshëm. Shëndeti, do ndiheni mirë në përgjithësi, por mos e lini veten pas dore. Aktiviteti i lehtë fizik do ju ndihmojë shumë. Këshilla e ditës, mbani pranë njerëzit që ju japin energji pozitive. Sot ndikimi i tyre është i ardhur. Për të rejat më të fundit nga politika, bota, sporti, shobizi, horoskopi, mjekësi, automjete, dokumentare, çështje sociale, na ndiqni duke bërë subscribe. Ne do ju ofrojmë një gamë të gjerë informacionesh. Faleminderit nga stafi i personazh.